Selam aleikum. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para iftarit një lutje, o Allah, bëja varin bagçet e xhenetit prindërve tanë. Na trego për këtë lutje. Allah subhanahu wa taala. Gjithë ata që prindërit e kanë vdekur, Allah i mëshiroft. Amen. Prej tyre edhe të sunë. Me i pas prindërit o mirë, e ke derën e xhenetit të hapur. Ama nëse si kena, e kena dua, e kena lutjen, e mëse shumë ti që njeriu duhet me lutë Zotin para iftarit për prindërit tanë. Ata janë shkaku dhe sebebi që jenë në këtë botë. Është e vërtetë, Allah subhanahu wa taala pa dashjen e tij asgjë nuk ndodh. Ama prindërit e tanë, baba dhe nona janë sebebi dhe shkaku kryesor për ardhen tonë këtë botë. Sa janë lodh, sa janë mundu për mirëqenien tonë, për shkollimin tonë, për jetën tonë. E pse më na shku menja një dua, një lutje, por çka na kushton me thonë Allahumma rabbena atina fid dunya, edhe di që e thash më herët, thash Allahumma rabbana ighfir li, o Zot mi fal gabimet mua, wali walidayya, edhe prindërve mi, wali mu'minina, edhe ti gjithë besimtarëve deri në ditën e gjykimit. Çka dua? Nëse se ti arabisht shqip, o Zot mi fal gabimet mua, prindërve mi, dhe të gjithë besimtarëve deri në ditën e gjykimit. Inshallah Allah na mundson me qenë secili me prindërit e vet në xhenetul firdaus. Amin, amin. A i shkon lutja apo? Po, si shkon. Thot pejgamberi idha mate ibnu Ademin qata, kur desi biri Ademit sa të gjitha punë interpretën për ose tre punë, sadakatun xharie, lëmosha rrjedhse, diturinë që e ka lënë, edhe një fëmijë ose dy ose tre sa ka lënë që bëjnë dua për atë që ka vdekur. E ne duhet me bëj dua si fëmijë për prindërit tanë.